O Allah, o Zot, nuk kemi në dije përveç se dije si ti na ke dhuruar, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar, e na mëso atë që na bën dobi, e na shto diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zot, bëj këtë dije që ne marrim dhe japim argument, dëshmi, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira. Qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Ishim thot një takim pyetja e parë për sonte, dhe njëri ndër njerëzit që ishim të ulur thoshte që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë nga magjia. Është kjo e vërtet? Jo, as pak e vërtet, nuk është e vërtet. Dhe falenderoj vllain i cili ka bërë pyetjen ose motrën, sepse njeriu kur merr informacione të paqarta ose të dyshimta nga njerëz të cilët nuk janë kompetent të flasin në fenë e Zotit, duhet të pyesi, edhe Zoti është shpërbleft që ka bërë pyetjen, dhe keni kujdes që fenë dhe besimin mos ta merrni vetëm se nga burime të sigurta ose nga njerëz të cilët janë kompetent të certifikuar dhe të licencuar në shkencat e Islamit. Përndryshe, problem shumë i madh. Kanë thënë 3 janë njerëzit më të rrezikshëm në botë. 3 janë njerëzit më të rrezikshëm në botë. Gjys gjuhëtari, gjys doktori dhe gjys hoxhe. Gjys gjuhëtari ju prish gjuhën njerëzve, dhe gjys doktori ju prish dhe ju shkatron shnetin, dhe gjys hoxhe ju shkatron ahiretin. Ky është më i rrezikshmi. Ky që të shkatron ahiretin. Prandaj kujdes, mos e merrni fen nëpër kafe, nëpër lokale, mos e merrni fen nga njerëz që nuk janë kompetent për fen e Zotit. Askund nuk përmendet kjo gjë dhe nuk thuhet kjo gjë. Pyetja e dytë, që është tipike e halleve tona si popull. Sa herë që vjerës i vinë vajzat me fëmijët, bën dallim mes fëmijëve të mi dhe fëmijëve të asaj. Çdo herë i lakmon ato. Domethënë çdo herë je përparësi aty, nëse këto kanë probleme çik me gjuhën. Ushqimin u përgatit pa mos pyet për fëmijët e mi. Mendon se unë si nuse bëj vetëm për fëmijët e mi, atyre nuk ju bëj. Unë asnjëherë nuk i ndaj fëmijët e mi prej të tjerëve. Dhe sot reagova dhe i thash se nuk është në rregull kur të bësh, është mirë të vesh për krejt kalamajt, për krejt fëmijët, jo vetëm për fëmijët e gocës. A kam bërë gabim? Nuk e bërë gabim, po unë mendoj që neve nuk duhet të shohim këto gjëra. Pse nuk duhet të shohim këto gjëra? Zakonisht gocat vinë rrallë, edhe nënat janë më të përmalluara me gocat e tyre në përgjithësi, se i shohin një herë në 6 muaj, një herë në vit. Edhe ju duken fëmijët e gocës sikur s'kan hongër të shkretnit, sikur janë pa hongër, sikur janë pa pi, ju duken sikur kanë marrë dhe ju bëjnë 20, ju bëjnë kështu, s'ka problem. Mund gatush ti për fëmijët e tuaj, njëjtën gjë anësh në vete. Kështu që më e mirë është mos me i pa këto gjëra, mos me i parë këto gjëra, se nganjëherë duket sikur i kanë më hatër nonat fëmijët e gocave se sa fëmijët e çunave. Unë nuk mendoj se është hatër, sa është mall, edhe nga që vinë rrallë, edhe i shohin kështu, domethënë me këtë lloj syni, edhe Zoti e din më së miri. Pra mendoj që mos me kriju debate për këto gjëra. Shumë mirë, bëj vezë atyre, bëj ti vezë fëmijëve tuaj, nuk ka problem. I bëj atyre, ku dëgjon, çokoladë të nxehtë, bëj edhe ti fëmijëve të tuaj çokoladë të nxehtë, për shembull. Hajr, inshallah. A kam gjuna te Allahu nëse i mbaj atij distancë për shkak se e kalon gjithë natën duke luajtur PlayStation dhe flen shumë vonë dhe kalon shumë pak me neve. Kam bë sabër, e kam prit, e i kam fol me të mirë, ama ai nuk ndryshon dhe më ka lodh. Unë nuk duhet të kem asnjë lloj komunikimi me të derisa ta kuptoj që unë e kam seriozisht. Shumë mirë që, domethënë, duhet ti tërheqësh vërejtjen, ti tërheqësh vëmendjen,
të bësh sebepet, si më thonë, me orientu, me e këshillu, por jo ndërprerje komunikimi. Kjo asnjë lloj komunikimi është problem fetarisht. Asnjë lloj komunikimi është problem fetarisht. Ti mund të marrësh shëndrim, mund të shfaqësh mërzitje, por jo deri në këtë shkallë që thua ti këtu, sepse kjo shkalla pastaj kalon edhe në haram. Po mu më bën habi ky tipi burri martum me PlayStation. Po ta ka dhënë Allahu Play-in aty më vëlla. Ke vakt me lujt Play sa dush. Halal. Subhanallah. Çan këta njerëz vëlla. Lën Play-in mish, me u knaqe me lujt dhe me loz, edhe merret Allah me PlayStation. Këta nuk ka kush i arreston. Të kisha gjë në dorë, i kisha fut në burg 3 javë. Dua t'ju pyes diçka që mua më intereson dhe si është e vërteta. Hajde bismillah. A është e lejuar që në 3 ditët e para të këtij muaji Rexhep që kemi hyrë mundemi me agjëru dhe që këto na llogaritin shpërblim sikur të agjëron për ditën e parë sikur ka agjëruar 3 vjet, dita e dytë sikur ka agjëruar 2 vjet dhe dita e tretë sikur ka agjëruar 1 vit. Dhe nëse agjërojmë ditët e tjera llogaritën sa 1 muaj. Në këtë lloj logjike i bie që muaji Rexhep të jetë më i vlefshëm tek Allahu se muaji Ramazanit. Nëse dita e parë e Rexhepit është për 3 vjet, dita e dytë e Rexhepit për 2 vjet, dita e tretë e Rexhepit për 1 vit dhe të gjitha ditët e tjera që i bie të jenë 26 apo 27 ditë të jenë nga 1 muaj, i bie që Ramazani të jetë pra të jetë Rexhepi 20 vende bosh pastaj Ramazani. E këtë se ka thënë njëri dhe kjo gjëja nuk ekziston. Për këtë arsye tek shkollarët e hadithit ka një rregull që thotë çdo hadith që përmendet në të vlera dhe mirësia e Rexhepit nuk është i saktë, ose i dobët, ose i shpikur. Ndër këta dhe ky hadith. Sepse kemi rënë dilemë, thotë disa hoxhallarë thonë që është. Po varet tani o vëllezën, jo çdo kush që vesh rrobën e hoxhës, apo çallmën e hoxhës, apo flet si hoxh është hoxh. Ka hoxh e hoxh. Ka hoxh e hoxh. Prandaj kujdes nga e merrni fen tuaj. Kam parë disa video për mesin mbi çarape, madje në një postim të fundit thuaj që gjithë dietarët e Islamit kanë rënë dakord se nuk lejohet mesi mbi çarape, mashtrim, gënjeshtër me brirë. Është e vërtetë që edhe më ka rënë sy diku kjo gjë, po jam habitur se si dikush flet në emër të gjithë dietarëve të Islamit, ndërkohë që kjo është një çështje e diskutueshme qysh në kohën e themelimit të librave të fikut. Qysh në kohën e themelimit të librave të fikut diskutohet kjo çështje, lejohet mesi mbi çarape apo jo? Dhe pothuajse të gjithë e lejojnë me kushte. Të gjithë e lejojnë, po me kushte. Dikush thotë çorapi duhet rivet, dikush thotë duhet të jetë nga poshtë me mashine, dikush thotë duhet fusi, por që çorapi lejohet. Dikush me kushte tepër të rënda dhe dikush pa kushte fare. Dhe ky është mendimi më i saktë, inshallah taala. I vetmi kusht që është i diskutueshëm për sa i përket çorapeve, me të drejtë është diskutimi a lejohet të jepet mes mbi çorapin nëse është në nyjen e këmbës. Këtu pastaj është debat i bukur dhe interesant. Dikush thotë nuk bën sepse çorapi apo mestja duhet mbuloj pjesën e abdesit. Dikush thotë bën sepse në hadithin e saktë pejgamberi sa ka dhënë mes mbi sandale. Dhe dihet se si kanë qenë sandalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye për sa i përket çorapit që është poshtë nyjes, them kështu. Më e mira është të jetë mbi nyje, më e mira. E kush e merr mestin me çorapet në nyje, unë nuk i them dot se del pa abdes. Sepse argumenti shumë i fortë tek pala kundërshtare, shumë i fortë si argument. Po duke qenë se një pjesë shumë e madhe, masivitet, thonë zbon po që poshtë për të ruajtur veten, si më thon. Ama me shpirt dhe me zemër them që mesti është i saktë dhe kush thotë se del pa mes për mendimin tim nuk ja qellon.
Nëse kemi marrë abdes duke larë këmbët, pra jemi zbathur dhe kemi bërë falënin, pastaj kemi vesh çorapet. A ka problem kjo koha që ka qenë bosh dhe ne nuk I kemi vesh çorapet? Nuk ka problem. E rëndësishme është I veshësh çorapet pa u prish abdesi I larjes këmbëve. Pra dikush ka larë këmbët në mëngjes dhe nuk ju ka prish abdesi, për shembull le të themi deri në ikindi. Në ikindi ka vesh çorapet. Pastaj ka vazhduar me të njëjtin abdes. Dhe në namaz të akşamit ka prish abdes dhe I ka dhënë mes për herë të parë. Kur I fillon mesi këtij personi? Për akşam. Nëse është venale ka 24 orë, nëse është udhëtar e ka 72 orë. Kam lexuar diku, prap ky muhabet me fjalë, kam lexuar diku mbi puthjen e gishtërinjve tregues 3 herë, kur thirret emri I Muhamedit alayhi salatu wassalam në ezan. Dhe kam dëgjuar që Ebu Bekri radhiyallahu anhu e bënte një gjë të tillë. Nine. Nuk është e vërtet një gjë e tillë, është mashtrim. Çan kur thot muezin ashhadu anna Muhammed Rasulullah, sepse e bën këtë punë, nuk e di, pas ka një transmetim se ku e kanë gjetë, nuk e di, domethënë, e rëndësishme është që transmetimi nuk është I saktë dhe kjo gjë nuk është prej sunetit. Po cili është suneti faktikisht? Suneti është që kur thot muezini ashhadu anna Muhammed Rasulullah, ti thush ashhadu anna Muhammed Rasulullah, pastaj të thuash raditu billahi rabba u bil islami dina u bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Çiça not tani? Suneti është thush këtë, është fut bidati, ka humb suneti. Për këtë arsye kanë paston të parët tan, sa herë që futet një bidat në fe, humbet një sunet. Dhe ky është argumenti I pastër fare se si futet bidati humbet suneti. A është e vërtetë se thuhen salavatet përpara se thirret ikameti, pra muezini përpara se trasi ikametin ose ezanin bjerën salavat? Jo. Nuk ka argument për këtë gjë. Kjo është prej sajesave, prej bidateve në fen ton. Prandaj I bëj thirrje muezinëve që mos të bëjnë bidate të tilla, mos të bëjnë sajesa të tilla në fen e Zotit. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dhe Abdullah ibn Mektumi radhiyallahu ta'ala anhuma e kanë thirrë ezanin në prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ikametin afërsisht 10 vite. Tani llogaritë ti sa namaze janë fal për 10 vite dhe s'ka ndodhur ndonjëherë që para ezanit këta muezin të pejgamberit alayhi salatu wasallam apo para ikametit të binë salavate. Prandaj mos boni bidate, sepse bidati transmetohet dhe trashëgohet bez mazbrezi dhe ngarkoheni me gjunah ju dhe ata që do ta ndjekin shembullin tuaj deri në ditë kiametit. Prandaj priteni këtë bidat të shëmtuar. Si thuti I shëmtuar po bën salavat, o zotni. Rënia në salavat është elhamdulillah gjëja më e bukur që mund bëj muslimani në jetë. Po ti nuk mund bish në salavat vend e pa vend. Ti nuk mund bish në salavat vend e pa vend. Është njësoj si kur thush njoni, mas I jep tekbirin fillestar, Allahu Ekber, pastaj bjerë në salavat. Çfarë do I thush? Bidat, sajes. Po pse vëlla çfarë të keq që ka të ranë salavat, o zotni? Ka ranë salavat pejgamberi sa këtu? Jo, mbaroj historia. Kështu që këto janë bidate të pështira që duken të mira dhe të bukura, por që faktikisht humbasin madhërin e sunetit. Cili është suneti o vëllezër para ezanit? Mos të bëhet asgjë. U fut bidati humbi suneti. Cili është suneti para ikametit? Asgjë. Bëhet duat, bëhet lutje, gjithë secilin vete. Futet bidati humbet. Personi nuk mund të bëjë këtë sunet që është heshtja, qetësia, duaja, namazi suneteve etj. Po edhe të tjerët që janë të bë dua, I shqetëson ai njeriu që bën salavat. Apo dikush është duke fal sunetet, ky njeriu I shqetëson, me çfarë drejte I shqetëson? Vjera ime merr një tepsi me ujë dhe e qet
pra i vendos. Një filxhan kafeje, nëse filxhani e ngre ujin, domethënë fëmia ka mësysh, e pas ka thënë dhe për vajzën tonë që ja ka bërë këtë metodë dhe i pas ka dalë me demek 3 ditë dhe tha pas ka mësysh të rënd. Kjo vjera jote që e ka, mashallah, që e ka për ta pru me na dhënë fetva këtë xhamia. Ky veprimi i vjerës tate është bidat, është haram, është gjuna. Sepse është një metodë që nuk e njeh feja e Zotit për zbuluar mësyshin, kaq është historia e thjeshtë. Po ku dalim këto vjerat gjithmonë kaq zgjuta më ja, si ka mundsi? Gjitha ne janë zgjuta. Kam dëgjuar që shumë gra shkojnë në xhenem sepse nuk e respektojnë burrin. Po e mëse nuk është kaq kështu puna, nuk është kaq kështu puna or motër muslimane. Shumë gra shkojnë në xhenem se s'respektojnë burrin. Ku e gjen ti këtë gjë? Nuk është kështu gjëja. Mos i merrni gjërat kaq të prera. Pastaj burrat edhe manipulojnë një çik me këto muhabete. Mu bind se do të shkosh në xhenem, pas mu binde. Dhe ke vënë në xhenem. Kështu që xhenemi është pronë e Zotit dhe Zoti në xhenem fut këtë doj ai. Nuk është në dorë të burrave me fut gratë në xhenem. Kështu që e ke dëgju gabim. Por Islami thot burri duhet i bindesh, jo ta respektosh, siç thot pyetja këtu. Burri duhet me u bind, që do të thot fjala e burrit është ligj. Se kur thu burrin duhet me respektu, e ke lënë shumë të lirë dhe evazire gjën. Jo më nuk ka thonë Islami burrin duhet me respektu. Ka thënë Islami burrit duhet me u bind. Nëse gruaja i falet Zotit, agjeron, ruan nderin, i bindet burrit, Allahu do t'i japi 8 dyert e xhenetit. A do të thotë kjo se po si u bind shkon në xhenem? Ku e dim ne punë, ata e di Allahu. Po se respektoj, shkon në xhenem, ne nuk e dim, e din Allahu. Por që ka bëj gjuna të madh, ka bërë gjuna të madh. Sepse pejgamberi alayhis salam tha, nëse do të kisha urdhëruar dikë që t'i bëj sejdë dikujt, do të kisha urdhëruar gruan me i bë sejdë burrit. Çfarëdo që të bëj gruaja, tha nuk e lan hakun e burrit, hadithi tjetër, i saktë. Sikur nga malin mal typi dhe zbresi nuk e lan hakun e burrit. E të tjera hadithe të cilat flasin mbi pozitën e burrit dhe mjafton pozita që i ka fal Zoti në Kur'an kur tha ar-rijalu qawwamuna lin-nisa. Burrat janë ata të cilët drejtojnë dhe menaxhojnë familjen dhe gjithçka. Kjo është meseleja. Po mirë, po në rastin kur burri vetë çdo gjë përpara, domethënë baba para, nëna para, vëllezërit para, motrat para, puna para, pastaj thotë je ti. Dhe shokët përpara, pastaj je ti. Nuk flet feja për këtë lloj kategorie burrësh, mos e vrit mendin. Dhe kur i kërkoi burri thotë që të gjendet më shumë në shtëpi, thotë ec se ti ke vetëm llafe edhe merru me punët e shtëpisë. Dhe unë thot pranaj thot nuk e hap respektin ashtu siç duhet. Hajër inshallah. Ky lloj tipi është ndoshta po merr atë që ka gatu. Dhe nuk bëhet fjalë për këtë kategori. Bëhet fjalë për burrat burra. Burrat që japin hakun Zotit, japin hakun prindërve dhe japin hakun bashkëshortes në të gjitha kuptimet. Nuk është vetëm me pru ushqim ke shtëpia, e kam shlyr detyrimin ndaj gruas. Gruaja nuk është martuar me babin tat dhe me mamin tat, as nuk është martuar me vëllezërit tuaj dhe me motrat tuaja. Gruaja është martuar për ty o shok. Ka ardhur në shtëpi tate për ty. Dhe ti duhet të japsh hakun gruas. Se për strehime, për veshmbathje dhe për ushqim s'bëhet fjalë, s'diskutohet. Gruaja do diçka më shumë tek ti. Do atë që i mungon. Kalon familjen, kalon gjithçka për ty. Sepse ka menduar me të drejtë se është burra i cili plotson atë që është këputur prej tyre dhe i mungojnë. Ndërsa burrit nuk i bën përshtypje fare, po ka kohë për të gjithë përveç se për gruan. Edhe tregon xhenemin pastaj. Ose duhet ta bëj një pyetje sepse është trajtuar shumë në rrjetet sociale që ka rënë borë në Arabinë Saudite, a ka të bëjë kjo me shenjat po simër direkt. Borë në Arabinë Saudite u përmys bota. Po në Arabinë Saudite ka 1 milion
vjetë që bjerë borë. 1 milion vjetë që bjerë borë. Arabia Saudite ndahet me Jordanin, është në kufi me Jordanin. Dhe e zona Arabia Saudite që quhet Tebuk, gjithmonë ka borë aty në dimër. Nuk është e çudi e madhe. Se ka i kanë shpi këto hadithet, para borë në shkretir, për bëhet qameti. Edhe tak, tani po, si bëhet hallit. S'ka lidhje fare, o njerëz, nuk ka lidhje fare. Jam i diagnostikuar me sëmundjen e skolisë së shkallës së rënda. Më lejohet që t'i bashkoj namazet për shkak sëmundjes, se kam edhe një sëmundje tjetër që e kam nga lindja, lejohet. Kur njeriu ka sëmundje të rënda, lejohet që t'i bashkoj namazet. Jo t'i shkurtoj, po t'i bashkoj. Sëmundja, udhëtimi, shiu, bora, breshëri, erat e forta, angazhimet e mëdha që nuk e japin mundësinë dhe komoditetin njeriut për të shkëput, lejohet në këto raste bashkimi dhe sëmundja siç ka përmend vllai ose motra që ka bërë pyetjen, i lejohet bashkimi i namazeve. Kur themi lejohet bashkimi, ne kuptojmë drekën me ikindin në kohën e njërës prej tyre dhe dhe akshami me yacin në kohën e njërës prej tyre. Jam shtatzën dhe duat përgatitem për fëmin që po vjen. Mirë po, njerëzit më thonë që mos blej tesha pra rrobat e fëmis para se është keq. Ja fusin kot, mos e vrit mendjen, blej çfarë dushti, çfarë doj zemra jote, e Zoti e shpëtoft fëmijën edhe ty. Njerëzit mos i ngjo, sepse siç thot Zoti në Kur'an, "Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Nëse i ndjek shumicën të humbin dhe të bëjnë që ta humbësh rrugën e Zotit. Kështu që mos i ngjo, larg budallënjve dhe vazhdo jetën tate me frymëmarrje të lirë. Çfarë do të më thoje për këtë transmetim? Cili do që është krijuar për xhenet do të goditet me sprova vazhdimisht. Se ekziston ky lloj transmetimi? Nuk ekziston. Dikush mund të jetë xhenet lidh dhe nuk goditet me sprova. Nuk është i lidh xheneti patjetër me sprovat. Sprovat i jep Allahu atje ku don ai. E para, e dyta, sprova nuk është vetëm me dhimbje. Sprova është edhe me të mira. Ne si njerëz e lidhim sprovën vetëm me gjërat e këqija, sëmundja, aksidenti, vdekja, falimenti, mos suksesi. Ndërkohë që suksesi, paraja, pushteti, mirësitë, fëmia, komoditeti, niveli i lartë i jetesës, gjitha këto janë sprova. Rasti i parë i sprovave kërkon prej nesh durim, rasti i dytë i sprovave kërkon prej nesh falënderim dhe, si më thënë, përdorim në të mira. Kështu që njeriu shpëton dot nga sprova. Unë udhtoj shpesh për në Berat dhe bashkoj drekën me ikindin. Ndërkohë që tani po nisem nga Berati për në Tiranë dhe akshami më kalon dhe futet jacia ndërkohë që unë jam rrugës. A duhet ndaloj t'i bashkoj pa kalu akshami apo mund t'i fal kur të arrin Tiranë? Nuk ka asnjë problemi. Përderisa ti je në udhtim me sipër, lejohet që t'i bashkosh edhe kur të vish në Tiranë. Çoje stresin në ngrirje dhe pa stres. Është një shoqja jonë që ka probleme shëndetësore, nxjerr gjak nga goja dhe ka dhimbje stomaku. Ka bërë rukje dhe i është thënë që ka magji ose mësysh dhe është udhëzuar që të vizitohet tek mjeku. Ai është ndjekur nga mjekët dhe ka kryer gjitha kontrollet e nevojshme, por deri tani nuk është gjetur asnjë shkak mjekësor i qartë. Ndërkohë që mjekët i thonë vazhdimisht që kjo është në rregull për sa i përket mjekësisë. A mund të jetë kjo gjë e lidhur me të vërtetë me shkaqe fetare apo duhet vazhdojmë vetëm trajtimin mjekësor? Të dyja bashkë. Derisa të gjehet problemi, le të themi mjekësor, shkencor, vazhdohet me Kur'an. Ku është problemi? Pra mjekësia, bile kjo ishte tema që dje trajtoi profesor Halidi. Mësuesi që ishte dje. Këtë trajtoi. Pra përderisa mjekësia thotë s'ke gjë dhe problemi vazhdon, tani ka gjë apo s'ka gjë? Ky gjaku pse rrjedh?
Dikush në komente do thotë rrjedh për këtë arsye, zotni, ne po flasim për pyetjen. Pyetja thotë mjekësia thotë s'ke gjë, gjaku vazhdon të rrjedhi. Them vazhdoje leximin, vazhdoje kënimin. Madje edhe nëse mjekësia do të kishte gjetur diçka, vazhdo mjekësinë edhe leximin. Kurani nuk bën dëm. Kurani është vetëm i dobishëm, Kurani është vetëm i mirë, nuk ka keq prej Kuranit. Allahu e shëroft. Jetojmë në Itali, por ky është një shqetësim që e kemi të gjithë. Pra lejohet që të sjellim pemën për fëmijët në mënyrë që kalamajt tanë mos ndjehen keq në krahasim me shokët e tyre. Jo, nuk lejohet, sipas Islamit, të sjellësh një pemë e cila është paganizëm i gjallë dhe s'ka lidhje me asgjë. Nuk ka lidhje me asgjë. Madje edhe teologjia e krishterë e konsideron pemën që i thuhet pema e krishtlindjeve, e konsideron paganizëm. Po jo, po e bëjnë gjithë e kështu thonë. Kjo është pjesë tjetër, pastaj nuk më intereson mua me zgjidh pse e bëjnë gjithë dhe nga e ka origjinën. Ideja është jo. Po fëmijët do të ndjehen keq, do të ndjehen keq fëmijët, me të vërtetë, sepse nuk i ke dhënë hakun Bajramit. Bëje shtëpinë me drita për Bajram, bëje me lule, bëje me gjëra të bukura, bëje për Ramazan shtëpinë, bëje bukur dhe fëmijët do të marrin mend Bajramin. Është normal. Organizoje klasën e kalamajve me rastin e Bajramit, çohu gjithë çokolata, çohu gjithë lule, çohu gjithë gjëra të bukura, edhe fëmia do të ndihet mirë dhe krenar me besimin që ai ka, një fe e cila ofron diçka për shoqëninë dhe për jetën sociale. Kështu që nuk lejohet. Implantet e dhëmbëve lejohen sepse po më thonë që nëse vdes me dhëmbë të huaj, nuk vdes si musliman. Kush ta ka thonë këtë llafin, na jep adresën e tij, ti ngrejmë pa di, ta arrestojmë inshallah. Ose do ta ketë në një natë këy me këto klinikat dentare. Dhe klinikat dentare më kanë borxh të madh që po jap fatva që lejohet. Klinikat dentare më kanë borxh të madh që po them lejohet. Është që nuk ka asnjë lloj problemi. Çdo gjë që është në interes të shëndetit njeriu dhe përmirësimit të jetës tij dhe të shëndetit të tij është e lejuar përderisa nuk kanë të haram, gjuna. Kështu që në rregull. Kështu që kush ta ka thonë këtë fjalën, na ça adresën, na ça gjëra ti ngremi pa ditë, ta arrestojmë ja 3 javë. Gjyshja na ka ngelur në shtrat dhe të shtëpisë po bëjnë plan që kur të vdesi me e varros direkt dhe vetëm me qefina, thot mami. Kurse babi thot do ta varrosi me arkivol, i kam thënë babit më e mirë është që dhe me aq dia sa kam unë, por babi e ka problem nga ajo që nuk ka shumë informacion dhe ka frikë se mos i bëjnë ndonjë magji tek arkivoli, sepse arkivoli do ta çon deri tek varrezat dhe funerali nuk e kthen mrapsh. Okej, Perla, gjë përgjigjen këtu. E paskën me ju. Për sa i përket arkivolit, më e mira është që njeriu të varroset dhe me qefina. A lejohet me arkivol? Lejohet, situata të caktuar, rrethana të caktuar, nuk ka problem. Pra nuk është ndonjë gurgule e madhe varrosja me arkivol. Më e mirë është me qefin, me shpinë tokur, i thonë. Mirë. Po mirë, nëse e varrosim arkivol, kemi bo shkelje fetare, haram, gjuna, bidat? Jo, mbaroj, e para. E dyta, çfarë të bëjmë arkivolin nëse çojmë arkivol deri te varri? Thyhet arkivoli jashtë varrit dhe vendoset mbi pllakat e betonit ose mbi pllakat e derrasës. Pra jashtë thyhet arkivoli, me që Perla nuk e merr kamrapsh. Me që Perla nuk e merr kamrapsh arkivolin, atëherë thyhet arkivoli jashtë varrit dhe vendoset ose mbi pllakat e betonit ose mbi pllakat e derrasës. Edhe mbulohet me dhe, me që pas ka frikë babi se mos bëjnë magji. A lejohet me e pa djali pa shami vajzën të cilën është duke u njohur për martesë? Sepse po dëgjoj nga një djalë musliman që thotë nuk lejo, prap me këtë, po dëgjoj një djalë musliman. Po pse dëgjoni çdo lloj kllufi më vëlla?
çdo lloj kapsolli që del, çdo lloj huni gardhi që del të fol për fen, thot se kam gjuar një djalë. Mirë që s'pas ke gjuar i vajzë. E ky i mençmi, ky po thot, nuk lejohet me dal pa mbulesë. Meseleja është si më poshtë vijon. Nëse dy të rinj në raport me dijenin e familjeve të tyre, masi kanë marrë pëlqimin që kjo gjëja të vazhdojë, i lejohet djalit ta shohë vajzën pa mbulesë. I lejohet djalit ta shohë vajzën pa mbulesë. Sepse ky do të martohet me këtë gocën. Duhet krijoj patjetër një përshtypje për vajzën që po merr. Mund të ketë pëlqyer në muhabete, mund të ketë pëlqyer në paraqitje, po do të shohë më shumë. Është e drejtë e tij. Faktikisht kjo është një çështje për cilën ka dy mendime, po kjo është më e saktë dhe më e drejta, sidomos për kohën që jetojmë. Sidomos për kohën që jetojmë, që fitnet, e sprovat e kundizionet e tjera, ti thush lejohet dhe më e pa. Ti ishte një hoxh që flet në këtë gjuhë, nuk e kam problem, është një mendim, nuk ka problem. Po kur thuaj djalë, këtu ma djeg pinin. Mikën, më mbet pini i kontrollit. Nëse jemi në marrëdhënie intime mes dy bashkëshortëve, a është obligim të lahemi edhe nëse nuk kemi ejakuluar? Po. Ejakulimi nuk është kusht për obligimin e guslit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Nëse ndodh kontakti seksual mes dy bashkëshortëve, obligohet larja e përgjithshme e trupit, dhe kjo nuk ka lidhje me ejakulimin. Kur je duke u falur dhe ngatron një ajet, a duhet të bërë dy sevi sejdë pas sejdës e gabimit në fund të namazit? Jo. Sepse ka ndodhur kjo në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka bërë sevi sejdë në namaz. E para, e dyta, leximi i Kuranit mbas el-Fatihas është sunet dhe gabimin në sunetet e namazit nuk obligon apo nuk orienton bërjen e sevi sejdës. Vjera ime është e krishterë dhe unë jam një muslimane e rregullt me namaz dhe me shami dhe më thot na bëj baklavan se e duam prej dorës tënde, por unë faktikisht nuk di si të reagoj. A marr gjuna nëse e bëj unë baklavan? Jo, inshallah nuk merr gjuna, s'ka lidhje. Bëj baklava. Nuk ka asnjë lloj problemi. Jam operuar për nervin ulnar në bryl. I fal 5 kohët e namazit, po tani jam operuar, falen vetëm me tejemum, se doktorat më kanë thënë mos prek ujë, nga që jam shumë keq nga sëmundja dhe e fali ulur. Am pranohet? Pra marr tejemum. Nuk ka problem inshallah. Zoti thotë në Kur'an, Allahu se ngarkon njeriu te mundësive të tij. Allahu thotë në Kur'an, nuk e kemi sjell këtë fe për ta vënë njeriu në rrezik apo në vështirësi. Nëse është mundësia të lajsh pjesë të tjera, për shembull dikush të japi abdes, kjo do ishte më e mira. Pra nëse dikush mund të japi abdes, kjo do ishte më e mira. Nëse zgjen njëri që me dhon abdes me tejemum, që do thotë gjuj batanijes, gjuj murit, gjuj rrobave tuaja, nuk ka problem, thuj bismillah, bismillah, një herë, fërko fytyrën, fërko durat nga lart, edhe je okay. Njërit nga të afërmve të mi ka lindur motra gocë dhe sot erdhi një mikesha vetë për vizitë dhe kur iku i gjeti gocës një copë të vogël qymyr sa një 5 lekë tek rrobat. A mos është magji? Po, magji është. Se çka dash kjo zonja me këtë qymyrin që e ka lënë aty unë nuk e di, po është mirë që të pyetet. I thotoi filane, alo, si ja je mirë si e kanë. Përse e lea copën e qymyrit tek fëmia i vogël? Vëllezën dhe motra, duhet me pas parasysh një rregull. Në çështjet e magjive, duhet që të krijohet, le të themi,
debat dhe konflikt, kur them konflikt në kuptimin e debatit, me njerëzit të cilët e argumentojmë qartë që ata i kanë bërë gjërat. Po jo, ai ndoshta s'm vjen më në shtëpi, shumë mirë, kjo është aq që duam. Që këto njerëz mos na vinë më në shtëpi. Ose kur të vinë, të jenë kujdesshëm se kanë probleme. Kjo është çështja. Megjithatë duhet pyetur se mund të jetë dhe ignorancë. Pra personin fjalë ka një që kur shkohet tek i fëmijë, poshtë salindit do të meloni copë qymyri. Kështu i ka thonë Zelihaja, që e ka komshije. Jam e martuar dhe desha me ditë, jam kanë e prekt prej sihrit, e më kanë thonë që nëse je e prekt pa u shëru, nuk bën me pas fëmijë. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Ndoshta kjo mund të jetë një lojë e shejtanit, e këtyre njerëzve të cilët bëjnë rukje dhe nuk janë adapt për këtë punë. Po mirë vëlla, për shembull, e para duhet ta dim a është magjia, s'është magji. E para. E dyta, çfarë lidhje ka kjo punë? E treta, ndoshta magjia është që mos bëj fëmijë. Ti thu mos bëj fëmijë, edhe ndoshta magjia i zgjat 20 vjet vëlla. Domethënë i bjerë që ti nga kjo botë pa bërë fëmijë. Prandaj o njerëz, mos dëgjoni çdo që flet. Mos e merrni fen vetëm se nga burime dhe njerëz sigurt, se do të merrni vetëm qafse, në rregull jemi për veten tonë. Oxhi nderuar, ju blejnë fëmijëve figura me kafsh, nusja e djalit. I kam thonë disa herë, po fjala ime nuk ka bërë dobi. Ai ke thonë, në rregull jeti. S'ka bo dobi, s'ka problem. E para. E dyta, lejohet për kalamajt me ble gjëra me figura, lotra, gjëra, nuk ka problem. Për fëmijët janë fëmijë. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Për fëmijët ka tolerancë. Kështu që nusja di ka më shumë se sa ti për fen. Allahu ta lehtësoft. Kam kompaninë time në Itali dhe shes kerre, pra shet makina. Dhe me sa di unë shkruan në Kur'an që Allahu e ka leju tregtinë, po ka ndalu kamatën. Në rregull, deri këtu je tamam. Në rrjetet sociale po shoh disa që po në rrjetet sociale po shoh disa postime ku shkruan Allahu e urren tregtinë. Mashtrusa janë këta që thonë kështu, se ekziston askund. Kështu që ndoshta ke ngatruar ti fjalën anglisht, kamat me tregti. Allahu urren kamatën, interesat po jo tregtin. Tregtia përmendet në Kur'an. Dhe nuk ka halal më të mirë dhe halal më të këndshëm se halali me tregtin. Vetë pejgamberi alayhis salam ka qenë tregtar. Shokët e tij më të mirë, më të ngushtë kanë qenë tregtar. Kështu që unë besoj se do të jetë problemi tek leximi apo përkthimi yt, edhe jo tek postimet, se nuk besoj në botë që të ketë njëri që e thot këtë fjalë. Vetëm po që i çmendur me patent universale. Si t'ja bëj unë sepse burri më detyron që të bëj me të masturbim kur unë jam me menstruacione. A hyn gjuna për këtë punë? S'hyn gjuna, nuk hyn gjuna. Ai ty, ti ati, s'ka si problem. Çfarë më çat bëj burri shkret? Të presi 10 ditë. Kështu që të paktën lozni, lejohet me loz. Stresi 0. Stresi 0. Mashallah folet gjithë për Zotin. S'ngeli njëri pa fol. Ju pëlqeu si tema? Allah ju zoft. Çe ke pse dali xhirot e pas nusën aty dali xhirot. Budall është ai dalin ftohtë të liçeni. Los me grun aty në shtrat kënaqet, ngrohet poshtë batanijës. Dali xhiro liçeni thot. Se bosh ekstremist vëlla. Çe i sot. Ne po të mori lopatën, punoj arën. Shumë mirë vëlla. S'ka gjëna në këtë mes motor, kështu që vazhdoni programin. Ha, gja. Që thot? Vrej punën, tamam, vrej punën motor, thot edhe Habibi jam.
Si është më e mira të jap dikujt që është i varfër lekët kesh, apo t'ja blej ushqime me që do të nxjerr zakatin? Në asnjë mënyrë ushqime. Zakati duhet të nxjerr siç obligohet. Nuk mund ta ndrosh ti destinacionin e zakatit, obligohet zakatin para ti ta nxjerrësh zakatin në miell, në sheqer. S'lejohet fetarisht kjo gjëja, nuk lejohet. Përveç se nëse është njeriu që merret me menaxhimin e zakatit dhe e din që kësaj familje menaxhuesi i zakatit, jo nxjerrësi, po t'ja jap para, do ta shpërdorojnë, do të kenë probleme ku dëgjon e tjerë dhe ky që menaxhon zakatin ja çon. Për këtë bëhet përjashtim. Rastet veçanta dhe situatat veçanta jo gjithmonë. Keni ndaj pyetje ju? Çfarë pyetje keni? Boni, nuk ka problem, nëse keni pyetje boni. Vetëm ngreni zërin dhe afroni. A lejohet që një grua e cila është më të përmueshme të lexojë Kur'an të përkthyer në gjuhën shqipe? Lejohet. A lejohet të bëj dhikr? Lejohet. A lejohet të bëj dua? Lejohet. Absolutisht lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Ne po themi dhe arabisht ka mendim që lejon, ndaj është më i saktë. Hoxhë nderuar, tek puna jonë na ka ndodhur një situatë e cila shumë e sikletshme, po doja të merrja mendimin tënd nëse irritimi jon është me vend apo jo. Ta ngjëm tani çfarë thot. Kemi një punëtor tek puna që është mashkull dhe ne kemi 2 banjo në 2 kat. Burrat i kanë banjot në katin e parë, ndërsa ne gratë, femrat i kemi banjot në katin ton, katin e dytë. Mirë po ky gjithmonë na e merr çelsin aty ku e lejmë ne dhe shkon futet tek banjoja e grave dhe thotë se banjoja e grave është e pastër dhe me ujë të ngrohtë. Ky qeka Hasoni grave. Keni dëgjuar historinë e Hasonit grave? Ka qenë një burr që i thoshin Hasoni grave. S'kam, nëse ka ndonjë Hasan këtu, s'kam me asnjë Hasan. Po kështu është historia. Edhe ky shkoi të gjithmonë rritë tek gratë, aty e gjete veten i shkreti. Kështu që edhe ky Hasani grave tek ju paska irrituar dhe keni të drejtë. Këtij Hasanit duhet me e rëndësishme këtij tipit. Faktikisht ju boni një gabim, motrat të nderuara. Pse duhet ta di ky gjallësa? Duhet ta di Chelsin. Chelsin majni ju të mçeft. E ma njona për jush, vjen Hasani lart, Hasani grave me kërkon Chelsin ke ajo boksi, s'ka. Kur vitua kërkoj juve i thonë Hasanit, shko ke halja poshtë, Hasan. Në të shkoj Hasani, ke halja poshtë, të kënaqet atje, ke halja poshtë. Sa hu i gardi ka kjo botër, burr. Si di vëlla, si vjetur për shembull. Robi ka dinjitet, robi ka kulturë. Atë gjithë kati me femra dhe kanë banjën e vet. Shkon këtu thotë se këtu ka ujë të ngrohtë edhe është pastër. Po shkoj pastroni banjën tuaj atje, veni i çfarë quhet ajo? Boliera atje në bini rahat. Ej, zoti, këta s'ka kush i fut në burgë, vëlla, për zotin. S'ka kush i arreston. Kemi për momentin 2 fëmijë dhe kemi 4 vjet që nuk kemi fëmijë dhe jemi me thënë drejtën e hosh të dëshiruar për fëmijë. Mirë po në mënyrë natyrale nuk po ndodh. A lejohet të drejtohemi mjekësisë? Po. Mirë po burri im thotë ka një sëmundje gjenetike e cila i prek veshkat dhe është e trashëgueshme. Dhe njëra nga fëmijët tanë e ka të trashëguar sindromën e tjatit. Mjekësia thotë që ne mund të përzgjedhim ndër embrionet ato që nuk e kanë këtë sindrom. A lejohet një gjë e tillë? Lejohet. Lejohet. Alhamdulillah që ka arrit shkenca dhe mjekësia që të evitoj problematika të tilla. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Allah ju dhon të fëmijë të hajrit. Nusja pa dashje ka fal drekën dhe ikindin, akşam dhe yacin me mbulesën që e ka pas vendos gjatë kohës që ka qenë me cikël. Dhe tani u kujtua, a duhet të përsëriti këto namaze? Jo.
rroba që vesh gruaja kur është me cikël dhe punët që bën gruaja kur është me cikël janë gjitha të pastra, nuk ka lidhje. Pra kjo rroba që ka vesh gruaja kur ka qenë nuk e bën rrobën pa pastër. Kështu që stresi 0 dhe namazi është okay. A është e vërtetë se duhet të digjet ajo pjesë ku është bërë tatuazhi nëse njeriu që ka ndruar që ka ndruar jetë ka pas tatuazh? Çan këto më kanibal? Çan këto popull kanibal? Nëse dikush thot ka ndruar jetë dhe ka pas tatuazh në trup, duhet me ja djeg. Po mirë, po nëse ka pas gjysmën e shpinës me tatuazhe, i bjerë me e çu ke furra, me ja përcëllu shpinën. Po nëse ka pas i pikturë të madhe në trup, për shembull. S'janë vete për Zotin. Na i thoni këta që i bëjnë këto muhabete ti denoncojmë gjithë, ti arrestojmë. Dhe tani vjen pyetja me kështu, me video. E solla kështu për të ditë që ka faqe që abuzojnë shumë në emër të fesë dhe të besimit. Çfarë thot? Hajde ta shohim. Miku. Hapim prapë. Faqja quhet drita hynore dhe qëllimisht po e përmend, drita pikë hynore. Muhamedi alayhi salam ka thënë, thyrja e zemrës është më e rëndë se prisha e Qabes. Deri këtu gjysma të keqes. Deri këtu gjysma të keqes. Ka kështu hadithi, nuk ekziston po. Se Qabja është kriju nga dora e njerëzit, kurse zemra është kriju nga Zoti. Të raft. S'du me thonë damllaja, po të raft udhëzimin, kaptim. Të raft udhëzimin kokë. Mos merrni fe nga këto faqe. Faqe të pa konfirmuara, të pa licencuara, të pa orientuara nga dietarët, nga hoxhallarët, mos merrni fe nga këto lloj burimesh. Nuk ekziston ky lloj hadithi nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. I kërkoj falje thot për këtë pyetje, po është një zakon që bëhet këtu tek ne tek i vdekuri. Kur një njeri i vdes thot i vendosi një thik në bark, me arsyen se kështu nuk i ngrihet barku lart dhe nuk i fryhet. Gjithashtu pas varrimit thuhet se personat që kanë qëndruar afër të vdekurit duhet të lahen, të bëjnë dush, se gjoja e shpirtit të vdekurit mbetet tek ata. Çfarë bëhet shumë, dhe a thu ka kështu muhabet është vërteta? Doli emri. O vlezën, e ti si është puna dhe motra, nuk ekzistojnë këto gjëra në islam, se na e plasën shpirtin me këto bidate e me këto sajesa, për Zotin. Çan këto muhabete më jau, subhanallah. Nëse dikush ndron jetë dhe s'ka ngrënë ushqim për një kohë gjatë, s'ka asgjë për t'i vënë këtë barku. Nëse personi që ka ndruar jetë ka hëngur ushqim deri vonë, është mirë që në barkun e tij të vendoset diçka e rëndë, që mund të jetë një tull, që mund të jetë diçka e rëndë me peshë, që nëse ka diçka në bark, ajo gjëja të dali para se të lahet trupi i tij. Po jo thik e para. E dyta, është mirë që kush e mbart xhenazën të lahet. Po para se me ju fal xhenazja, kështu që nuk funksionon këtu mo kene ky muhabet, sepse këtu kene shkohet me xhenazën varreza, falet, nuk del më koha për t'u larë, kurse në atë kohë ka qenë muhabet tjetër. Çfarë bëheshin në atë kohë? Vdiste dikush, e lajshin, e çojshin me i fal xhenazën. Pastaj pritshin derisa të hapet varri. Po derisa të hapet varri merrte për shembull 1 orë, 2 orë kohë. Edhe njerëzit kishin kohë që me u la. Pra ka qenë gjë tjetër dhe është e këshillueshme për njeriu i cili lan xhenazën me bo gusl. Për njeriu i cili lan xhenazën, po jo ato që kanë qenë aty afër, dhe shif çfarë justifikimi se shpirti i vdekurit mbetet tek ata. Ç'është ky muhabet më burr? Ky është paganizëm, ky është besim zorishdashtian. Zodorisht, ç'e quhen ato? Ë? Zoroastrian. Besim alienësh. A është haram me hek flokët bebes pas 3 muajsh masi ka lind?
se kam nisë s'bën pa kalu viti. Hiç çfarë nuk ka problem, rruja kokën. Stresit zero, hiç çfarë, nuk ka asnjë problemi, këto janë bidate, sajesa. Çfarë duhet bëj unë sepse kam dyshime se vjera po na bën sehire? Ka të eci, ajo më vjen mbrapa dhe më prek shpesh herë me duar, më hyn në dhomë, mi kontrollo teshat, e çfarë kam unë aty, plus burrit tim kur gati s'mlen me ja qit kafen unë, po don vetëm ajo, dhe sa herë du me hangër bukë, nashti ndonjëherë kur më merr uria, ajo vjen mbrapa me dhe rrin mbi kokë. Jo haje këtë, jo haje atë. E desha me ditë, a mundet me më kap sehirja edhe pse po falem? Unë mendoj se kjo vjera jote është një smur me certifikat, me patent. Nuk besoj se kjo lloj e smure mendore tjetë magjistare apo sihirbazë, kështu që stresin zero, ketë bësh me i budallaqe, edhe trajtoje me mëshirë, e trajtoje me dhimbshuri se kjo qeka e lut me menç. Kjo qeka e lut me menç me patent universale. I shoqi i bjerë qëmonës, i bjerë lahutës. E drejtë është që thot Xhakadriu, po mirë, ti thot burrit. Po përderisa burri s'ka zgjidhur gjë, për ne ka pyet hoxhin e shkreta. Burri qeka për të hongër dhe për të pi. Kam disa rroba që nuk i vesh dhe desha t'i dhuroj konkretisht tek kryqi i kuq. A është e lejuar që ne si musliman t'i dhuroj? Po nuk ka asnjë problemi. Asnjë problemi nuk ka. A lejohet për shembull të printoj një foto ku nuk na kanë dalë syt dhe ta vendos në një kornizë edhe ta mbaj ashtu si foto? Si s'na kanë dalë syt? Ke pas syze? Apo nga mrapa? Nëse është nga mrapa lejohet. Po çe do atë foto nga mrapa? Si do ta kuptoj Zeneli që të vje për mysafir një foto nga mrapa që është e juja për shembull? Hajr inshallah. Po çe kështu është halal 100%. Kur një femër bën eko-ginekologjike, pra jo abdominale, a duhet marrë gusl përpara se të fal namazin? Jo, më çfarë gusli as. Ka bëj ekos, çfarë lidhje ka ajo punë? Nuk është aq e thellë ky muhabet, thjesht ka bëj eko, marrë histori, pastrohet, edhe s'ka asgjë gjë. Elhamdulillah. Mono ta gjesh me sy. Jo këtë që ka po pyetjet. Erdhi ai. Kam në plan të ndërtoj një fermë me dele dhe qingjet e tyre të shes për Kurban Bajram. Mashallah, Zoti shpërblet, e Zoti të dhënë të bereqet. Se më kanë thënë shumë vëllezër që ka goxha fitim. Po e provum dhe ne me i ferm diku, edhe ram humner, jo grop. Kështu që boj llogaritmi kështu mirë në rregull, po këto vëllezër që ka shumë fitim, nuk është aq kollaj me pas ferm. Po gjë e mirë është dhe gjë shumë super. Unë inshallah do të bëj reklam për hir të Zotit. Vetëm boje ti se do të ndihmoj edhe unë me reklam. Kështu do të me reklam. Po tani thot kam një merak. Kam një pyetje, ka ndonjë kufi sa mund të fitojnë, a mund më fito sa dush? Vetëm boje ti fermën, se me shpresën e Allahut, vitin e parë do t'i blejmë ne gjitha si xhami. Gjitha vitin e parë, vetëm boje ti. Me çmimin që duam ne, ajo me çmimin tat. Kështu që mund të bëjmë një kompromis bashkë inshallah. E rëndësishme hape, po mos u nis nga llafet e njerëzve. Merr lapsin, ka thonë ai qafiri, merr lapsin. Bo llogarit, boj ato, gjonat, shif, shpenzimet, gjonat, merr specialist të fushës, se kështu na thanë neve ato e ka e ferma që deshe me bone, çfarë thotë? Gjok si grob këtu,
edhe shkoj grop Muhameti. Kështu që merri specialist, bëj llogarit, bëj gjonat, më shohi, ec me bismillah, me emrin e Allahut. Amo kështu me hamendje, me bë argjime, me bë gjona, pastaj se disha se kisha llogarit, jo po dojshin dhe kështu dhe dojshin dhe ashtu, kjo pastaj është gjunof me harxhu lek, pa qenë i konsultuar me njerëzit e fushës. Fetarisht nuk ka kufi fitimi. Hiç fare, stresit zero. Kam lexuar në një hadith që thuhet kur falet bariu në mal, pas tij rreshtohen dhe engjëjt në safe. A ka shpërblimin në këtë rast bariu si kur falet me xhamat? Po më mjafton me lajket ç'pun ke me xhamatin tani. A ndo fal me lajket? E në rregull, mos e bëj mendin për xhamatin. Pse se ti je duke punu për rrezikun, për halallin, për të mirën, dhe është e vërtetë që kur dikush falet në një hapësirë boshe dhe s'ka njerëz për shkak të një pune, po është e vërtetë që falet me të me lajket e Zotit. Kështu që je në rregull. Po edhe me ne këtu, pse ti mendon se këtu në xhami s'ka me lajke, edhe këtu ka me lajke, alhamdulillah. Në një hadith thuhet që kush falet me xhamat ka shpërblim 27 herë më të madh se sa namazi vetëm, dhe një hadith tjetër thotë ose njohësh thoshte 25 jo 27, në dy transmetime. Njëri thot 25 dhe tjetri thot 27. Dhe këtu lind pyetja më të drejtë. A është 25 apo është 27? Dhe vjen diskutimi mes dietarëve për të bërë interpretimin. Një interpretim thot 25 për namazet e lehta, 27 për namazet e vështira. Kush quhet namaz i vështirë? Dikush thotë i vështirë quhet sabahu me yacin. Dikush thotë i vështirë quhet sabahu me ikindin. Dikush thotë i lehti është namazi i drekës me namazin e akşamit. Dikush thotë namazi i drekës, ikindis dhe akşamit. Ky është një interpretim. Interpretimi tjetër thotë 25 dhe 27 nuk është për qëllim numri, por është për qëllim 20 e sa pa arrit 30-shën. Sepse e përdorin arabët kur duan që diçka të jetë mbi 25-shën, i thon 25 dhe kanë për qëllim mbi 25-shën. Kështu që 25-a në këtë rast ka kuptimin 27-s. Sepse e lejon, e ka këtë lloj hapësire gjuha arabe. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi në këtë mesele. Bagëtia që therin për fëmijët, pra për akika, a është e vërtetë se duhet të jetë 6 muaj e sipër? Kjo është, si më thon, për të qenë më sigurt, për të qenë më mrena diskutimit, 6 muaj e sipër. Po ndonjë argument fiks që e përcakton për akika nuk ka. Thjesht fjalë dietarësh që e përcaktojnë me 6 muaj e sipër dhe i bëjnë analogji me kurbanin e Bajramit. Më falni për shqetësimin, s'ka problem se për pyetje jemi këtu. Kam një pyetje, kam dëgjuar nga njerëz këtu që thon shejtani nuk bëhet dot si dele dhe si kal, sepse janë të bekuara dhe të uruara. Thon delja është urat dhe uruar. Unë nuk di, ket në përjashtim. Kështu që Allahu alem nuk di që të ketë në një përjashtim në mënyrën se si mund transformohen gjindët, a e marrin formën e delës apo të kalit. Nuk kam dituri për këtë çështje. Allahu alem, hera parë që e dëgjoj, ndoshta mund të kemi kohë ta interpretojmë të interesohemi për këtë gjë. Kam një vëlla feje që e dua dhe më do fort për Allah. Në çdo namaz bëj dua për atë në sejdë që Zoti ta falë, ta mëshirojë dhe të japë çka është më e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë, por shpesh herë më kap edhe një qarë kur bëj dua për të. Po kur them e qarë tamam, a ndikon kjo në namaz? Nuk ndikon. Nuk ndikon. Ty Zotit shpërblesh që lutesh për vllajën tënd që do për hir të Zotit, dhe kjo është gjë e mirë, alhamdulillah. Megjithëse kjo e qamja shpesh nuk më lën në shije kur se di se çfarë, po nejse, hajër inshallah, e rëndësishme, Zoti shpërblesh që lutesh për vllajën tënd besimtar. Elhamdulillah që ka akoma në këtë botë njerëz të mirë, të tillë.
A lejo t'u ashes bagëtit e mia për ku ban këtyre që shkojnë tek teqeja e Abaz Aliut lart për t'i therrur atje. Nëse ti e di që po i marrin për këtë punë, nuk lejohet me Islam, s'lejohet. Po nëse nuk më thonë, thot dhe e marrin, dhe pastaj unë e marr vesh që ja kanë marrë për këtë punë. S'ka gjë që ka ik. Amon nëse e di që pa e merr për ta çuar atje lart, për ta bërë paganizëm dhe idhujtari, nuk lejohet. Si jemi me kohën? Edhe 2 minuta. Nëse një djalë musliman dashuron vajzën e një hoxhe dhe hoxha nuk pranon që t'i japi vajzën, çfarë këshilloni për të rinjt? Mos dorëzohen derisa ta arrijnë. Inshallah, edhe hoxha në një moment do të bindet. E fundit fare, në një fshat të thellë kam varret e të parëve të mi, gjyshit, gjyshes, tërgjyshes dhe brezat e tjerë. Varret janë në një terren që tani po gryhet dita ditës dhe nuk ka kush e mirëmban. Ne jemi larg, a lejohet të zhvarrosim në këtë rast dhe të sjellim fshatin ton? Lejohet për të ruajtur lejohet dhe madje lejohet që të bëhet një varr masiv. Pra nuk është kusht që mi nda gjithë secilin varr vete, mund të bëhet një varr masiv për të gjithë. Zoti na falte dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Zoti ju shpërbleft.